Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar vendosjen e tarifave të reja ndaj partnerëve tregtar të SBA-s. Gjatë një fjalimi në Shtëpinë e Bardhë, ai ka shfaqur një grafik për të ilustruar tarifat ekzistuese dhe të reja. Në listën e shteteve të prekura nga tarifat e reja figuron edhe Kosova, e cila do të përballet me një tarifë prej 10%. Me të njëjtën tarifë është ndëshkuar edhe Shqipëria dhe Mali Zi. Ndërkohë, Serbia ka vendosur tarifë prej 37%. Gjithashtu, Bosnia dhe Hercegovina do të tarifohen me 35%, ndërsa Maqedonia e Veriut me 33%. SBA-ja do të vendos tarifa edhe ndaj Bashkimit Evropian, Vietnamit, Tajvanit, Japonisë, Indisë, Koresë së Jugut dhe Tajlandës. Një ndër masat më të rëndësishme të shpallura është tarifa prej 25% mbi të gjithë prodhuesit e huaj të automjeteve. Gjatë fjalimit, Trump ka kritikuar Bashkimin Evropian dhe disa vende aziatike për tarifat që vendosin ndaj automjeteve të prodhuara në SBA, duke deklaruar se ato kohë tashmë kanë marrë fund.